sakrificës, devotshmërisë, mëshirës dhe solidaritetit njerëzor. Kjo festë e madhe nuk përfaqëson vetëm një manifestim ritual të besimit, por është një shkollë e lartë shpirtërore dhe morale, e cila edukon besimtarin me bindje ndaj Zotit, përgjegjësi ndaj shoqërisë dhe dashuri ndaj njerit. Ibrahimi a.s. vetë simboli më i lartë të besimit të palëkundur, i sakrificës dhe i nënshtrimit të sinqert dhe vullnetit hyjnor, si në thirrjen për vizit Çavës është edhe në përrejtjen e Kurban Bayramit. Pikërisht mbi këtë frymë është ngritur edhe mesazhi i kësaj feste të madhe, e cila na kujton se pa sakrificë nuk ka ngritje shpirtërore, pa përkushtim nuk ka afërsi me Zotin e veçantë dhe pa solidaritet nuk mund të ketë shoqëri të shëndosh. Zoti i Madhërisht thotë dhe për hir të Allahut vizita e Çavës është obligim për ata që kanë mundësi të përballojnë rrugën. Dhe ajeti tjetër lidhe me kurbanin, me të vërtetë ne kemi dhënë ty begative shumëta, andaj falu vetëm për Zotin tënd dhe prej. Sot me këtë mëngjes të bukur të kësaj dite madhështore, miliona besimtarë nga të gjitha anët e botës janë mbledhur në tokën e bekuar të Mekës, duke u përgjigjur thirrjes së përjetshme të Ibrahimit a.s. për të dëshmuar unitetin, barazinë dhe devotshmërinë e shoqërisë islame. Në mesin e tyre gjenden edhe Haxhin nga Kosova, të cilët edhe sot pranë Çavës lutën për paqe, falje, mëshirë dhe mirëshenje për popullin tonë dhe për mbarësinë. Prandaj në këtë ditë të madhe, le të pastrojmë zemrat tona nga urrëtia, përçarja dhe egoizmi. Le të forcojmë lidhjet familjare e shoqërore, le të ndihmojmë nevojtarët dhe le të bëhemi njerëz të paqes, të dijes dhe të përgjegjësisë. Pikërisht për këtë arsye, Islami e lidhi këtë festë madhështore me solidaritetin social dhe me kujdesin për tjetrin, që as një familje në mos vetëm pa gëzim, pa ushqim dhe pa ndjenjen e përkatësisë njerëzore. Në këto ditë të bekuara feste ne duhet të forcojmë lidhjet farefisnore, të vizitojmë njëri tjetrin, të pajtojmë zemrat e mërzitura, të ndihmojmë të varfër e kolektive dhe nevojtarët, sepse madhështia e besimit shfaqet më së shumti në madhështinë e humanizmit. Prandaj le të jetë kjo festë një moment në reflektimi, pastrimi shpirtëror dhe ringjallje morale për të gjithë ne. Le të sakrifikojmë urrëtitjen për dashurinë, për çarjen për unitetin, egoizmin për solidaritetin dhe indiferencën për përgjegjësinë njerëzore. Vetëm atëherë do të kuptojmë thelbin e vërtetë të Kurban Bayramit, do të jetojmë mesazhin e tij në mënyrën më të drejtë. Të nderuar besimtarë dhe vëllezër e motra, është obligim moral e kombëtar dhe institucional që të krijohen kushte për jetë dinjitoze, arsim cilësor, punësim të ndershëm dhe perspektivë të sigurt për të rinjtë tanë, sepse rinia është pasuria më e madhe e një kombi. Një popull që humbë rininë e tij humbë energjinë krijuese, zhvillimin, vitalitetin dhe shpresën për të ardhmen. Prandaj rujtja e rinisë, fuqizimi i saj dhe kthimi i besimit tek e ardhmja do të jetë misioni i përbashkët i çdo institucioni dhe i çdo qytetari të përgjithshëm. Paqja e rëndësishme është edhe rujtja e identitetit tonë kombëtar e fetar, rujtja e gjuhës shqipe, e traditave dhe kulturës sonë të lashtë, sepse ato përfaqësojnë amanetin historik dhe shpirtëror që na është lënë nga brezat që sakrifikuan për liri, dignitet dhe shtet. Një kom që haron rrëtet e veta, rrezikon të humbur jetimin e tij në histori. Ndërsa një kom që e ruan kujtesën, kulturën dhe vlerat e tij, vetë i fortë edhe përballë sfidave më të mëdha. Për të ndërtuar këto ide të larta, vendi ka nevojë për stabilitetin ekonomik dhe politik, edhe për institucione funksionale dhe përgjegjësi shtetërore. Fatkeqësisht, interesat e ngushta grupore dhe
zgjedhjeve të mirëpasnjeshme, mungesa e unitetit institucional dhe polarizimit politik nuk i shërbejnë Kosovës për të dobësojnë besimin qytetar dhe zbejnë shpresën e brezit të ri. Nuk mund të ketë interes më të madh se interesi atë vetë. Nuk mund të ketë ambicie personale apo partijake mbi fatin e Kosovës. Prandaj faktori politik duhet të vetëdijsohet se stabiliteti i shtetit, mirëqenia e qytetarëve dhe ardhmja e rinisë janë përgjegjësi historike që kërkojnë maturinë, urtësi dhe vizion kombëtar. Po ashtu, duhet të jemi të vetëdijshëm se jo stabiliteti politik ka lodhur popullin tonë dhe ka shqetësuar edhe ratet dhe miqtarë ndërkombëtar, të cilët kanë qëndruar pranë nesh në momentet më të vështira të historisë sonë. Përgjegjësia jonë ndaj tyre nuk është vetëm mirënjohja, por edhe ndërtimi i shtetit serioz, demokratik dhe funksional që ecën përpara me mençuri dhe unitet. Të nderuar besimtarë, ka rastisur që pikërisht në këtë ditë të madhe të Kurban Bayramit të fillojnë dhe fushata politike për zgjedhjet e parakohshme që të dëmbahen me 07 qershor 2026. Kjo na obligon edhe më shumë që në frymën e kësaj feste të paqes, sakrificën dhe mirëkuptimit të tregojmë pjekuri qytetare, kulturë demokratike dhe përgjegjësi kombëtare. Ne si qytetarë të këtij vendi dhe si popull me traditë të lashtë të urtësisë, mikpritet dhe respektit, duhet të dëshmojmë edhe kësaj radhe edukat, qytetërim dhe kulturë të lartë politike, në mënyrë që kjo periudhë zgjedhore të kalojë në qetësi, dinitet dhe respekt të ndërsjellë. Fushatat kalojnë, zgjedhjet përfundojnë, por shteti, populli dhe interesat kombëtare mbeten mbi çdo dallim politik apo partijak. Prandaj ju bëj thirrje të gjithë që të merrni pjesë në zgjedhje me vetëdijën të plotë qytetare, të votoni lirshëm, me përgjegjësi dhe sipas bindjes suaj, për ata që mendoni se meritojnë besimin dhe që kanë vizion, urtësi dhe kapacitet për të quar përpara proceset të rëndësishme të Kosovës. Në këtë fushat parazgjedhore, ne të mos ketë vend për gjuhën e urrëties, fyrjet, linçimet, akuzat e pabazuara dhe njëllosjen e njëri tjetrit me të pavërteta vetëm për hir të një kombë. Një fushatë ndërtuar mbi përçarje dhe shpifje nuk i shërben Kosovës dhe as të ardhmës së saj. Le të mbizotrojmë urtësia, dinjiteti dhe kultura demokratike e dialogit, të kemi respekt për mendime ndryshe, sepse pikërisht përmes kundërmendimeve të shprehura me qytetarinë ndërtohet një shoqëri më e drejtë, më e pjekur dhe më e mirë për të gjithë. Kosova ka nevojë për debat të bazuar në ide dhe argumente, jo në urrëtie përçarje. Ka nevojë për vizion dhe përgjegjësi, jo për baltosje e sulme personale, për afrim dhe mirëkuptim mes njerëzve, jo për ndarje që dëmtojnë shoqërinë tonë. Besim e shpresë që pas këtyre zgjedhjeve, faktori politik të reflektojë me maturinë dhe përgjegjësi shtetërore që institucionet e vendit të formohen sa më shpejt dhe të krijohet stabiliteti i nevojshëm politik e institucional për të punuar bashkërisht për të ardhmen e Kosovës, për mirëqenien e qytetarëve dhe për perspektive dhe breza të rinj. Kosova ka nevojë për unitet, për çështjet madhore, për institucione funksionale dhe për një frymë bashkëpunimi që vendos interesin atë dhe obligoj interes tjetër. Vetëm të bashkuar mund të përballojmë sfidat dhe të ndërtojmë një të ardhme më të sigurt, më të drejtë dhe më dinjitoze për të gjithë qytetarët tanë.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Në këto